Do të nisim tani me gjerësisht me lajmi, do të flasim për situatën në vend, përsa i përket kushteve atmosferike, është paralajmëruar se do të jetë moti keq pothuajse në të gjithë vendin, por ne do të kemi lidhje me 3 kolegët tanë, fillimisht me Edi Ruçi në Vlorë, Elitiona Doko në Durrës dhe me Senad Nikšiqi në Shkodër. Ju përshëndes. Edi, nisim së bashku me situatën në qarkun e Vlorës, si paraqitet deri më tani? Deri më tani situata paraqitet e qetë, për shkak se intensiteti i erës bregdetare vazhdon të jetë tepër i lartë, duke penguar dhe frenuar rreshtet e shiut, por parashikimet për orët në vijim nuk janë as pak të qeta, pasi edhe sipas institucioneve lokale në Vlorë pritet që qyteti bregdetar i Vlorës të preket nga rreshje me intensitet të lartë, të cilat mund të shkaktojnë probleme në shumë zona, duke sjellë më pas edhe përmbytje në qytet. Era bregdetare me sa duket të ka dhënë edhe problematikat e para në qytetin e Vlorës, ku po kap tashmë një shpejtësi tepër të lartë 15 metër për sekond në brendësi të qytetit, por edhe 20 metër për sekond në det të hapur, duke bërë që në Vlorë të kemi rrëzime të disa pemëve, kryesisht të plepa dhe pemë të llojit pish, të cilat të gjenden në zonën e Lungomares, përgjatë rrugës së plazhit të vjetër, por edhe në zonën e pyllit të Sodës. Është dashur ndërhyrja e ndërmarrjeve nën varësi të bashkisë dhe forcave të zjarfikses që të bëhet e mundur lirimi i segmenteve rrugore, pasi për shkak të drurëve të pemëve të rrëzuar, për shumë minuta qarkullimi rrugor në këto segmente ka qenë totalisht i bllokuar. Për shkak të erës së fortë bregdetare kemi patur edhe pezullim të lundrimit detar, i cili ka filluar në orën 23 të mbrëmjes së ditës së diel dhe po vazhdon ende. Ndërsa trageti i linjës i mbritur në orën 7:30 të mëngjesit të kësaj të marte nuk ka mundur që të ankorohet në kalatat kryesore të portit detar, duke u detyruar që më pas të dalë në radhë. Ka dalë në det hapur për shmangur dëmet që mund të shkaktoj era e fortë nga përplasjet e këtij fundit me kalatat e portit detar të Vlorës. Raportohet që të kemi edhe ndërprerje për pak minuta të energjisë elektrike, kryesisht në zonat e thella kodrinore dhe malore, në fshatrat apo njësitë administrative, ku kjo problematikë vijon që të mbetet e mbartur ndër vite. Hidrovori kryesor i Vlorës vijon që të jetë ende thembra e Akilit në qytetin bregdetar, pasi një prej pompave të tij është totalisht jashtë funksionit, ndërsa një tjetër vazhdon që të jetë me defekt. Nga 4 pompa totale të cilat janë në funksion përgjatë kohës me rreshje, thuajse 2 prej tyre nuk funksionojnë në kapacitet të plotë dhe vetëm 2 janë në gjendje në optimale për bërë të mundur edhe largimin e ujrave të shiut nga rrugët e qytetit. Pak momente më parë kam patur edhe biseda me banorë të ndryshëm që gjenden në përgjatë njësisë administrative të Novoselës, për shkak se aty kalon vjosa dhe është pika fundore, pika kritike ku vjosa del nga shtrati, dhe më konfirmohet që deri më tani niveli vjosës është 3.7 metra, ndërsa niveli maksimal që ky lum del nga shtrati është në 7.5 metra. Rreziku është ende i lartë, konstant, pasi prurjet të cilat vijnë nga Gjirokastra, Tepelena, Memalia, Përmeti, por veçanërisht Greqia janë të larta dhe pritet që në Vjos, nëse prurjet janë të larta edhe në orët në vazhdim, të kemi rritje të nivelit dhe përpasoj daljen e këtij lumi nga shtrati. Qartë, mirë. Edi, Vlora, kur ka rreshte të dendura shiu, vazhdimisht goditet nga përmbytje. Cilat janë zonat më problematike në Vlorë? Zonat më problematike në Vlorë janë të gjitha segmentet rrugore të cilat lidhin bulevardin e Vlorës me aksin në transballkanike. Janë kryesisht rruga Kosova, zona pranë bibliotekës Shefqet Musaraj në Vlorë, zona e njohur si Albano dhe Romina, që janë segmentet kryesore rrugore që përmbyten të para, dhe aty mund ta dallosh efektet e para të përmbytjes apo edhe sa avancon uji i shiut në rrugët e qytetit, por nuk mbeten pas as lagjet Kushtrimi, 1 maj, 24 maj, lagja Bashkimi, zona e Karabashit, të cilat janë në bloqe banimi që preken nga përmbytjet, por jo për shkak të rreshjeve, por për shkak të kanaleve kulluese që kalojnë tek këto të fundit, apo ujrave të bardha, të cilat të vijnë kryesisht nga pjesa kodrinore e qytetit. Janë ndër zonat më të prekura historikisht në Vlorë, por edhe ato zonat të cilat janë ndërtuar vitet e fundit të marrë këtu në konsiderat lagjen e vjetër
dje apo edhe bulevardin e Vlorës edhe Lungomaren, apo edhe aksi nacional që lidhë Vlorën me Orikumi dhe Radhimën, dhe këto segmente të ndërtuara apo rehabilituara vetëm pak vite më parë, edhe këto përmbyten në momentet që ka reshje me intensitet të lartë. Deri më tani që flasim, të gjitha segmentet apo zona që unë përmenda janë totalisht të kalueshme, situata është normalisht e qetë dhe shpresojmë që të vijojë edhe në orët në vijim të jetë e tillë. Megjithatë, kjo është një problematike vazhdueshme. Ndër vite është bërë diçka në mënyrë që të shmangen deri diku përmbytjet në Vlorë? Të gjithë ne i kujtojmë përmbytjet e 4 tetorit, por nuk mbeti vetëm 4 tetori i vitit të kaluar, por patëm përmbytje në nëntor të vitit të 2024, patëm edhe 3 përmbytje resht në arkun kohor të 4 muajve, kryesisht për ato të cilët u thanë apo u quajtën si shirat e rëmbyeshëm të pranverës. Dhe menjëherë pas 4 tetorit nisi në Vlorë një aksion i përgjithshëm i cili zgjati për disa muaj për pastrimin e kanaleve kulluese kryesore të qytetit. Por aksioni mbeti me aq. Kanalet kulluese u pastruan nga forcat e ushtrisë, nga ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës, nga shtabet e emergjencave civile, por nuk mor asnjë masë për shembjen e ndërtimeve paleje të cilat e gjenden në këto dhe bëjnë bllokimin e tyre, nuk mor asnjë masë për qytetarët që edhin aty mbeturina dhe mbetje inerte, madje nuk krijua asnjë plan edhe për pastrimin e grykderjeve të këtyre të fundit apo rehabilitimin në total të kanaleve kulluese. Solli situatën që jemi sot, ku kanalet kulluese në qytetin bregdetar janë në të njëjtën gjendje si para 4 tetorit, janë pushtuar tashmë nga mbeturinat e shumta, mund të gjesh në brendësitë të tyre orendi shtëpiake, pjesë makine, goma, kamionash, madje mund të gjesh edhe kafshë të ngordhura, të cilat hidhen nga qytetarët apo banorët e zonës. Gjen sigurisht mbetje inerte pafund dhe ndërtime të cilat vazhdojnë që të jenë përgjatë gjithë gjatësisë së tyre në 2 anët kryesore, madje edhe në grykderdhje. Rrezikojmë që të kemi një situatë si ajo e 4 tetorit edhe për shkak të gjendjes gjenden sot kanalet të kulluese. Për të përmendur edhe fakti gjendjes së mjerueshme të hidrovorit të Vlorës, kujtojmë këtu që është tenderuar, është financuar edhe një projekt për rehabilitimin total të hidrovorit, të blerjen e 4 pompave të reja me fuqi më të lartë që të bëjnë të mundur thithjen e ujit të bartë të shiut nga rrugët e qytetit. Është folur gjithashtu edhe për rehabilitim të disa kanaleve kulluese në qytet, siç është ai i Nartës, i zonës së Karabashit, në zonën e Lagje 10 Koriku, centrale, apo edhe ato të cilat derdhen në Lungomar. Por deri më tani pas 4 tetorit asgjë nuk është bërë, edhe për shkak ndoshta të amullisë që ka patur i gjithë pushteti lokal në Vlorë, drejtimi i kryetarit të Bashkisë së Vlorës, dorëheqja e këtij të fundit, zgjedhjet e mëparshme apo gjitha ato pengesa për plasje që ka patur pushteti lokal me atë qendror për gjatë muajve të fundit. Ai qartë, Edit, falenderoj shumë për raportimin e situatës në Vlorë.